Të lutem, a mund të kthehemi pak te familjen si fëmijë? Po kthehem prapë personal. Si u thash, jom rritë si fëmijë i vetëm këtu kur kemi ardhur prej Mitrovicës në vitin 1965. Jom rritë prej babës nga Mitrovica dhe nanës prej Prizrenit. Në fakt, ata nuk kanë qenë prindë mi biologjik, për të cilët unë nuk e kom di deri në sa i kom bo 17 vjetë, 16 e gjys. Por, jom kone adoptume prej Axhës. Kështu që, Axha dhe nana e Prizrenit kanë ardhur 65 këtu, sepse ai ka qenë intelektual, po s'ka qenë kurrë në parti. Edhe për atë arsye ai ka qenë drejtor financiar në Zhitopromet, ose që kanë prodhu, millin, ka prodhu bukën, si kompani ushqimore publike. Edhe, po ai s'ka qenë parti, edhe në Partinë Komuniste, po kam ri, veç pse ka qenë ekonomist, kam ri deri drejtor financiar. Edhe shumë mirë më kujtohet, baba jeme ka pas një shok shumë të ngushtë, Vesel Regjepin. Edhe atë qift ka qenë pa fëmijë. Edhe Vesel Regjepin në atë kohë ka qenë inforbirash, ka qenë Golioto Këmburg. Ai ka qenë komunist i parë në Kosovë, prej Gjilanit, tash unë nuk i di faktet, unë po tregoj vetëm prej si fëmijë që shi kam parë. Edhe ata kanë qenë qift pa fëmijë, po këta një fëmijë. Edhe babi jem ka pas një Volkswagen. Edhe ndoshta një natë na kemi shku te ata, ose natën tjetër ata kanë ardhur te na. Kur shkojshim na atje, me Volkswagen, dimën kujtohet ato urset e Volkswagenit kanë qenë si plastik, gjithmonë nirësha. Edhe po nëse kur shkojshim te Axha Vesel, aty ata gjithmonë diçka folshin, edhe kishin ka një tranzistor që dëgjojshin Radio Evropa e Lirë, Voice of America, Deutsche Welle, edhe bisedojshin për politikë. Nuk e kuptojsha, po dyqysh bisedojshin si një dhomë, aty i shpreshin. Edhe gjithmonë e di që dikur u kasafishin se babi jemi thëke ti je stalinist, hala kemi stalinist, a e thëke ti po mendon që si demokrat me shumë parti, mërim dika, nuk mërim do debatet të tilla, edhe ka pas një dhomë me plot libra, Axha Vesel, edhe unë aty bandit se e vetëmi fëmijë aty i lexojsha libra, interesant, libra të ndryshëm i ka pas, edhe gazetat, politika, edhe Večernje Novosti, edhe gazeta ditore të rujtën, hala e majnë men erën. Edhe unë gjithmonë si fëmijë thosha, pse ti babi s'ki hi në politikë? Pse s'ki hi edhe ti? Pse s'je parti? Krejt ato i klasë të une i kanë... Po thëke, po jo që une si ri dhe me ka mendu komunist, sepse kur ka studiu bas në Zagreb, madje lufta e dytë botërore ka ardhur në Kosovë, i smut prej tuberkulozit ka qenë atje, ka qenë sanatorium, ka shpëtu, po gjithmonë e kam pas simpati, po politika shkon e bjen, po duhet me... Nuk ka fol shumë, nuk do i ke me uqel shumë, po thëke, as ti kur mos u merr me politikë. S'ki nevojë, merru vetëm me profesionin tonë. Bonu ma e mira aty ku ti mundesh me thonë. Se a pëlqen histori, nuk manë men shumë emnat e politikës, po manë men ata që e kanë zbulu avullin, maqinën me avull, ata që piktor, shkrimtar, kështu që ajo është ma shumë kontributi jotë. Okej. Po unë prap dyqysh si lakmisha me marrë me politikë ma shumë, se kishin ma i njoftën në Prishtinë. Në të njëjtën kohë nanën e kom pas Prizrenit, zojt Prizrenit,
edhe ajo ka dashtë shtëpia gjithmonë ka vizlu, unë hala nëse e pastroj krejt mendoj veç Anushi apo më shes, se duna me majt pasër qysh e ka pastru edhe ajo. Edhe çdo verë kom shku Prizren, ku jom kënaq aty, te shtëpia e dajve, me fëmijët e dajës, jom kënaq. Fëminia është një lumtuni atje në Prizren, më kujtohen gratë e dajve. A mund të flet turkisht? Po flas turqisht. Është interesant se kur kom vogël para se me shku shkollë, kemi shku në Turqi, një teze në Turqi, edhe kemi nejt një 2 muaj me nanën, edhe kur kom kthy, kom haru me fort shqip. Edhe për njëherë babi më fort diçka, unë Anush bre, ne dej, që ata e majnë men, që pa ta haru me fort shqipën, po mandej më ka kthy. Por mandej unë një kohë gjatë, mandej s'kom fol turqisht. Tek 90-ave, kur storja tjetër, kur kemi shku me punu për me jetu me metin, me burrin tem, aty mandej e kom kthy turqishtën, se s'kom fol mandej turqisht. Mandej e kom kthy turqishtën. Po tash një turqishte tjetër, 3. Çka të ishta me thonë? Në ndërse, aprin biologjik kanë metë në Mitrovic me fëmijët, do me thonë, motrat e vllaznit tash, po atër fëmijët e Axhës, të cilit i kom dash shumë, kom shku edhe në Mitrovic shpesh, po shumë kom shku në Prizren. Ka njerë më duket shumë si s'po di, si 2 personalitet, atin, si di, interesant, edhe pse jom shumë fatlume që jom rrit me shumë dashni edhe kom qenë me fat. Po kur e kuptova që jom e adoptova, e kuptova në moment vështirë kur nana ime ishte në spital, e ajo ka qenë e smut, ka pas kancer, po unë se kom di, edhe unë rastisht i këqyri dokumentet, rastisht në shpisha vetë, 16 vjeçare, edhe isha dokumentet i gjej disa dokumentet para pregaditona për adoptim të Mitrovicës, edhe ati ndoshta në shkollë pa të thonë, ti je e falt, why I'm talking this, Anna? Do I have to? No. Po shumë interesant. But it's very personal. Who cares about the story? Okay. Kur e kuptova, mandi kur erë babi prej spitalit, babi pëse qka është kjo, pëse së qysh kjo, zisha me thonë, po a i thë ki po na, dush me qenë e lumtun, se na kemi fillu me jetu, kur ke arti me neve. E ti na ki bo jetën shumë të lumtun. E tash dush me di që jesh speciale, unë qysh speciale, pse kështu, unë e veç juve ju kam qysh, s'fisha me pranu në një farforme, po je speciale, se gjithë kush i ka 2 prind, tash e ki kuptu që ki 4 prind. Po ne, ju kam veç juve, po je rrit vetë, po tash e ki kuptu që ki vllazën edhe motra, në një farforme, po s'ka qenë thjesht me kuptu, po nështë pse dashni e madhe ai, edhe më tha, të lutëm, a mundesh me më premtu diqka? Mos i tregon Anushi deri sa në spital, se ajo ka mushnosh, vjen e mandej i tregon, se i tregon sepse ajo mërzitet, është tut shumë, kur te kupton ti, qysh ki me reagu. Okej, edhe pse i kom pas 16 vjet, edhe jam shumë e lumtur, jam mbuna me vetën që nuk i kom të regu. Edhe ajo mas 2 muaj e ka vdek. Mama jame. Po unë e kom majtë fjallë, nuk i kom të regu.